Përshëndetje të dashur miq. Sot do të përgatis një kek me fruta pylli. Për fruta pylli unë kam përdorur mjedër dhe borovnicë, por mund të përdorni çdo lloj frut pylli që juve ju pëlqen. Në total na duhet 450 gram. Atëherë kam 450 gram fruta pylli, 50 gram e kam sheqer, 2 lugë gjelle miseshte, kemi për të lyer tavën, na duhen vetëm 30 gram gjalp. E shikoni vetë, lyejm tavën. Dhe përbërësit e tjerë janë 120 gram gjalp, i duam për brumin, 100 gram sheqer, 2 kokra vezë, vanilje, kam 160 ml lëng portokalli të shtrydhur, 180 gram i kam miell, 2 lugë kafe i kam me bejken, pak fare krip, dhe në qoftë se kemi dëshirë për spërkatje do përdorim sheqer pluhur. Si fillim, do fillojmë me frutat e pyllit, do t'i shtojmë në një tas. Të gjitha frutat që neve do përdorim, çdo lloj fruti, ka rëndësi. Sheqeri dhe miseshten. Do t'i përzim të gjitha bashk dhe do t'a lëm tasin me njanë deri në momentin që ne të përfundojmë pastaj me brumin. Do t'i përzim mirë që dhe sheqeri të përzihet, po edhe miseshtja në këtë mënyrë dhe do t'i lëm me njanë. Mbaruam me frutat e pyllit. Do vazhdojmë me miellin. Atëherë, miellin do ta sitim në këtë mënyrë, siç bëjmë gjithmonë kur bëjmë ëmbëlsira. Kemi thënë miellin e sitim, por në këtë kek do veprojmë ndryshe. Do ta sitim miellin më përpara. Zhvejteni. Gjithmonë ka kokriza, prandaj e sitim. Në këtë mënyrë do shtojmë pak fare krip. Okej, kaq mjafton dhe e kaloj miellin me njanë. Do vazhdojmë me produktet, me përbërësit më saktë që janë të lëngshëm, si fillim me vezën. Veza ka nevojë që të rrihet pak në telin e kuzhinës. Në qoftë se dëshironi, mund të përdorni dhe mikser dore ose mikser elektrik, sipas dëshirës, çdo lloj mikseri që ju përkeni, por thjesht edhe me telin e kuzhinës, rastin e vezës përdoren shumë mirë. I rahim pak. Do shtoj gjalpin. Gjalpin e kam shkrirë më përpara. Nuk është se e duam në temperaturë ambienti, e duam të shkrirë. Kam shtuar lëngun e portokallit dhe do shtoj vaniljen. Unë përdor pas vanilje, por mund të përdorni çdo lloj vanilje që ju keni në shtëpi tuaj ose çdo lloj vanilje që juve ju pëlqen. Atëherë kam shtuar edhe vaniljen. Do ta përziem shumë mirë. Përzien mirë të gjithë përbërësit. Në këtë mënyrë, që shikoni, ja përzien shumë mirë. Dhe do marrim miellin, ose miellin do ta kalojmë të gjithin tek përbërësit që i kemi të lëngshëm, ose do bëjmë të kundërtën, sipas dëshirës. Është e njëjta procedurë, nuk është se prish punë. Atëherë i kemi shtuar të gjithë përbërësit dhe do ta përziem shumë mirë. Atëherë brumin e kemi përzierë shumë mirë, derisa mos të ketë kokriza, dhe do ta shtojmë në tavë. Tavën tash e kam lyer me gjalp. Do shtojmë frutat e pyllit. Do t'i hapim mirë në fund të tavës, që të ketë fruta gjithandej. Tash frutat që juve dëshironi të përdorni, është në dëshirën tuaj.
Mund të përdorni dhe vetëm një frut, pylli, pa problem, nuk është e thënë që duhet të përdorni disa. Kam sipas dëshirës. Shtojmë sipër brumin. Në këtë mënyrë. Siç e patë, është një kek shumë i thjeshtë, shumë i shpejt, del vërtet jashtëzakonisht shumë i shijshëm. Do ta shikoni nëse e provoni. Atëherë, kekun e kemi gati për ta futur në furrë, do ta pjekim në 185 gradë për 40-45 minuta. Keku me fruta pylli ka përfunduar, e kam lënë të ftohet e pastaj e kam nxjerr nga tava. Provojeni se është vërtet një kek shumë fantastik dhe goxha i freskët dhe i shijshëm. Ju bëf të mirë, miq të dashur.